Janë tre autorët: Gerardo Ndoka, Eliseu Ndoka, Kevin Ndoka dhe Merando Nikulaj, i cili dyshohet se ishte shënjestër e atentatit, ndërsa polici që qëlloi në vendngjarje akuzohet për shpërdorim detyre. Të nderuar zonja dhe zotërimi, mbrëma, mirë se erdhët në ditarin e fundit në A2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Demokratët i qëndruan bojkotit deri pas ditën e sotme, kur njoftuan rikthimin në punimet e komisionit posaçëm. Lëvizja erdhi pasi socialistët deklaruan se do të miratonin në kuvend një mekanizëm zhbllokues që do t'u jepte atyre kontrollin e komisionit. Shqipëria do të shpenzojë 520 milion lek për të blerë një pronë në Londër. Ajo do të shërbejë si selia e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar. Irani ul armët përballë fuqisë ushtarake amerikane. Presidenti i qeverisë në Teheran ka urdhëruar nisjen e negociatave me Shtetet e Bashkuara brenda kuadrit të çështjes bërthamore. Katër persona janë shpallur në kërkim pasi policia ka arritur të identifikojë autorët e dyshuar të atentatit në Rilë të Lezhës, ku objektivi mendohet të ketë qenë Merando Nikulaj. Bashkë me shënjestrën e atentatit në kërkim janë edhe tre autorët: Gerardo Ndoka, Eliseu Ndoka dhe Kevin Ndoka. Hetimet po thellohen për rrethanat e ngjarjes dhe rolin e një efektivi policie të pranishëm në vendngjarje. Policia ka mundur të identifikojë autorët e atentatit në Rilë të Lezhës, ku mbeti plagosur rënë Sokoldaci. Sipas hetimeve, paraprake mësohet se shënjestra autorëve kishte qenë Merando Nikulaj. Plumbat kapën 30 vjeçarin Daci, pronarin e Berbrehanës ku ndodhe dhe Nikulaj. Si rrjedhoi veprimeve hetimore, policia bën me dije se 4 persona janë shpallur në kërkim, mes tyre shënjestra e atentatit dhe 3 autorët që janë pjesë e fisit Ndoka. Mësohet se shkaki i konfliktit ndërmjet autorëve dhe shënjestrës kishte qenë një përplasje në verën e vitit 2025 në zonën e Shëngjinit, ndërmjet Merando Nikulajt dhe 3 autorëve të ngjarjes. Nga rindërtimi i skenës së krimit, dyshohet se autorët i ishin afruar Berbrehanës me 2 automjete dhe pasi kanë zbritur, 2 prej tyre kanë qelluar me breshëri plumbash në drejtim të Merando Nikulajt. Brenda biznesit kishte qenë edhe një efektiv policie, i cili është kundër përgjigjur autorëve dhe me ndërhyrjen e tij, me sa duket ka evituar që atentati të kishte viktima, por pas hetimeve, efektivi është shoqëruar me urdhër të prokurorisë në akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndonse në deponimin e parë ishte shprehur se gjendej rastisht në vendngjarje. Ndërkohë, berberi i 30 vjeçar Sokoldaci ndodhet në gjendje të rënë në Spitalin e Traumës në Tiranë, pasi u qollua me 4 plumba në shpatull, bark dhe këmbë. Krahas Dacit, i plagosur mendohet të jetë edhe shënjestra Merando Nikulaj, pasi në skenën e krimit janë gjetur gjurmë gjaku, të cilat po i nënshtrohen analizave të ADN-s. Gjykata e posaçme mbylli shqyrtimin paraprak ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe të bashkëpandehurve të tjerë. Vendimi për kalimin ose jo në gjyq të çështjes pritet shpallet në 9 shkurt. Seanca u shtyp përteja fatit 5 ditor për shkak se Veliaj kërkoi në sallë përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda, kërkesë që do të shqyrtohet nëse depozitohet shkresërisht në kryesekretarinë e gjykatës. Gjykata e posaçme i dha fund shqyrtimit paraprak të dosjes penale ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe 29 të bashkëpandehurve të tij. Vendimi për kalimin ose jo në gjykim të çështjes pritet të shpallet në seancën e 9 shkurtit, por deri atëherë situata mund të ndryshojë për shkak se në seancën e së hënës kryebashkiaku kërkoi përjashtimin e gjyqtares Etleva Deda. Kërkesa u bë verbalisht në sallën e gjyqit, por për të marrë në shqyrtim do të duhet të depozitohet me shkrim në kryesekretarinë e gjykatës nga kryebashkiaku. Seanca e së hënës u zhvillua mes debatesh të forta të Veliajt. Pak para se të braktiste sallën e gjyqit, ende pa mbaruar seanca, Veliaj kërkoi përjashtimin edhe të avokatës së caktuar kryesisht për të. Sipas burimeve, Veliaj ka pretenduar se avokatja Valentina Teodorescu nuk i garantonte mbrojtje efektive dhe se po i mohoje e drejta e një procesi të rregullt ligjor. Sipas tij, avokatja nuk njihte dosjen dhe se ai vetë nuk është njohur me të gjitha aktet e saj, pasi nuk i janë vënë në dispozicion.
Avokatja kryesisht kërkoi më shumë kohë nga ana e saj. Ajo i tha gjykatës se kishte takuar vetëm një herë në paraburgimin e Durrësit Veliajn për vetëm një orë, pasi aq mund ta priste taksia. Me gjithë kundërshtitë e kryebashkiakut, gjykata e konsideroi si mungesë vullneti të tij paraqitjen e parashtrimeve. Më tej, gjykata ka ftuar palët në konkluzionet përfundimtare, në përfundim të cilave vendosi të deklarojë të përfunduar shqyrtimin dhe të tërhiqet për të vendosur nëse do ta kaloj dosjen në gjyq, nëse do ta kthej në SPAK për plotësim të hetimit apo do ta pushojë atë. SPAK vendosi të mos nisë procedim penal ndaj Niko Peleshit vetëm 3 javë pasi opozita e kallëzoi për shpërdorim detyre, lidhur me mosmbledhjen e Këshillit Mandateve, pikërisht për kërkesën e vet SPAK në kuvend për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Vendimi e lë betejën politike dhe ligjore të zhvendosur tashmë në gjykatën kushtetuese, nga ku pritet verdikti që do të përcaktojë edhe fatin e kërkesës së SPAK ndaj zëvendës kryeministres. Ne do të përgatisim me përgjegjësi të plotë edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Prokurorisë së posaçme mjaftuan 3 javë kohë për të vendosur mbi fatin e kallëzimit penal të grupi parlamentar të Partisë Demokratike ndaj Niko Peleshit. A2 CNN ju drejtuar zyrtarisht prokurorisë së posaçme me një kërkesë për informacion nga ku mësua se ndaj kryeparlamentarit Peleshi ishte regjistruar kallëzimi, por më pasi që vendosur mos fillimi i procedimit penal. Në përgjigje të kërkesës suaj të protokolluar në prokurorinë e posaçme, ju informoi si vijon. Nga verifikimi i kryer rezulton se është regjistruar kallëzim penal dhe brenda fatit të parashikuar nga ligji, është vendosur për mos fillimin e procedimit penal. Arsyeja se përse PD kallëzoi Peleshin ishte refuzimi i tij për të mbledhur Këshillin e Mandateve, për të shqyrtuar kërkesën e vet SPAK, për të hequr imunitetin Belinda Ballukut, diçka e cila për demokratët ishte shpërdorim detyre nga ana e kryeparlamentarit. Çështja e imunitetit të zëvendës kryeministres vijon të mbetet pezull deri në një vendimarrje finale nga gjykata kushtetuese, e cila pritet të japë përgjigje pyetjes së Edi Ramës, nëse një gjykat, qoftë edhe me kërkesë të prokurorisë së posaçme, të pezullojë nga detyra një antar të qeverisë. Kjo vendimarrje kushtetuese do t'i hap rrugë edhe mbledhjes së Këshillit të Mandateve për të shqyrtuar kërkesën e SPAK, nga ku më pas do të orientojë seancën plenare, nëse do ta dorëzojnë imunitetin e Ballukut apo kësaj kërkese do t'i përgjigjen me karton të kuq. Partia Demokratike utëroi që nga bojkoti dhe vendosi t'i rikthehet punës në Komisionin e Posaçëm për Reformën Territoriale. Lëvizja erdhi pasi socialistët hodhën për miratim në kuvend një mekanizëm zhbllokues që do t'u jepte atyre kontroll të plot mbi komisionin. Ultimatumi vendosur nga majoranca nuk u respektua nga demokratët në Komisionin e Posaçëm të Reformës Territoriale, duke vijuar bojkotin. Qasjes bojkotuese të opozitës, socialistët ju përgjigjen duke futur për miratim në seancën plenare të së martës, ndryshimin e formulës së komisionit, duke kërkuar sërish drejtimin të vetëm dhe shumicën e antarëve. Po duke shtuar thjesht një antar nga anën e majorancës në mënyrë që të krijojmë një mekanizëm zhbllokues për funksionimin e komisionit. Kjo qasje e majorancës duke se vuri në lëvizje Partinë Demokratike, e cila pas 3 orësh të mbledhje grupi, bëri një hap pas në qëndrimin e saj. Pas diskutimeve në grupin parlamentar, në kryesinë e vogël, është që PD-ja vazhdon do vijojë të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore, në një mbledhje sa më të afërt, të dakordsuar ndërmjet bashkëkryetarëve dhe do vazhdojmë me agjendën e komisionit, që është lënë për hir të vërtetës në momentin e zgjedhjes së sekretares së komisionit. Bashkëkryetari Luciano Bocci u shpreh pas mbledhjes së grupit parlamentar se do ta njoftonte edhe zyrtarisht homologun socialist Arbian Mazniku, por duke rënduar akuzat në rast të ndryshimit të formulës së përbërjes së komisionit. Atëherë këtu s'ka habit madhe, nëse ato sillen në mënyrë arbitrare, atëherë edhe unë që se kam qef fjalën bojkot, ne nuk mund të marrim pjesë në një komision i cili ndërtohet ndryshe, ndërtohet ditën dhe prishet natën nga ata se nuk i konvenojnë interesat politike të momentit, se duan krijojnë ngjarje politike që të rregjin vëmendjen tani ke Komisioni i Reformës, duke lënë dhe anashkaluar çështjet e rëndësishme që ka sot Partia Socialiste me drejtsinë, me përfaqësuesit e saj, që ka Balluku, që kanë përfaqësuesit e Aksit, që ka vetë Rama, që shfaqet në dosje më shumë se zonja Balluku.
Pra do ketë reagim dhe reagimi do jetë i fortë. Reforma territoriale që në fund të muajit dhjetor është bllokuar pasi demokratët kishin zgjedhur një marrëdhënie të kushtëzuar me Kuvendin, duke lënë karriget bosh në të gjitha komisionet parlamentare. Sali Berisha u ka kërkuar deputetëve të PD-s të intensifikojnë takimet me qytetarët dhe mobilizimin për protestën e 10 shkurtit. Ai paralajmëroi se opozita po shkon drejt ngujimit në bulevard, një akt që sipas tij është i pashmangshëm dhe i kërkuar nga qytetarët. Takime me qytetarët dhe informim për protestën e 10 shkurtit. Këto kërkoi Sali Berisha të gjithë deputetët demokrat, ku tha se duhet të shtojnë orët e punës dhe të jenë në terren. Data 10 është një ditë tjetër shumë e rëndësishme e kryerritjes faqësore kundër regjimit. Këtë zemrim qytetar do ta shprehin në rrugët, sheshet e Tiranës. Kjo javë duhet të jetë një përkushtim i plot dhe total në takime me qytetarë në Tiranë dhe në barë Shqipëri. Prej muajsh demokratët artikulojnë mundësinë e qëndrimit pa afat në bulevard, kërkesë që sipas Berishës është bërë edhe nga qytetarët. Ndaj para deputetëve tha se ky është akt i pashmangshëm. Janë me qindra qytetarë që më shkruajnë dhe më thonë, doktor, nuk duhet të largohemi nga bulevardi pa larguar Tiranë. Ne drejt asaj të shkojmë. Të themi të vërtetën. Ne drejt asaj do shkojmë në mënyrë të pashmangshme. Lideri demokrat deklaroi se protesta nuk do të jetë vetëm në Tiranë, por edhe para zyrave të Këshillit të Evropës, nëse Edi Rama shkon në këtë seli. Ju garantoj se në rast se ky synon të shkojnë në atë seli, shqiptarët e Francës dhe Gjermanisë do t'i ketë para saj. Po, do të organizohet një nga protestat më të fuqishme. Teksa kërkoi angazhim prej të tijve për tubimin e 10 shkurtit, Berisha tha se gjithë bota i ka syt nga Partia Demokratike. E gjithë Europa pret protestën tonë. E gjithë Europa pret protestën tonë. Qeveria shqiptare do të shpenzoj 520 milion lek për një pronë në Londër që do të shërbejë si selia e ambasadës. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe ambasada në Londër do të përzgjedhin ndërtesën dhe truallin më të përshtatshëm për aktivitetin diplomatik dhe konsullor. Një komision i posaçëm do të vlerësojë ofertat, do të mbikëqyrë negociatat dhe do të propozojë ofertën fituese. Shqipëria do të shpenzoj 520 milion lek me kursin aktual të këmbimit rreth 5.4 milion euro për të blerë një pronë në Londër. Ajo do të shërbejë si seli e ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme së bashku me ambasadën në Londër do të kryejnë procedurat përzgjedhëse për të identifikuar ndërtesën dhe truallin më të përshtatshëm për aktivitetin diplomatik dhe konsullor. Pasuritë e propozuara duhet jenë të sigurta, të lira nga çdo ngarkesë ligjore dhe të ofrojnë hapësirën e nevojshme për funksionimin e ambasadës. Vlerësimi i ofertave do të bëhet nga një komision i posaçëm në përbërje të së cilit janë përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, Autoritetit Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar dhe Avokaturës së Shtetit. Komisioni do të shqyrtojë ofertat, do të mbikëqyrë negociatat dhe do të propozojë ofertën fituese. Pas nënshkrimit të kontratës së shitblerjes, ambasada do të kryejë pagesat dhe do të regjistrojë pasurinë sipas legjislacionit britanik. Shpenzimet do të mbulohen nga buxheti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Qeveria po përgatit mbylljen përfundimtare të ndërmarrjeve shtetërore që prej dekadash ndodhen në proces likuidimi përmes një ligji të posaçëm. Sipas projektligjit të hedhur për konsultim publik, asetet e këtyre shoqërive do të transferohen tek një shoqëri e vetme shtetërore në administrimin e Ministrisë së Ekonomisë. Synimi është shlyerja e detyrimeve të mbartura dhe administrimi më efektiv i pasurive publike që aktualisht mbeten të bllokuara. Të gjitha ndërmarrjet tregtare me kapital shtetëror mbi 51% që prej vitesh janë në proces likuidimi do të mbyllen përmes një ligji të posaçëm. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka hedhur në konsultim publik
projekt ligjin për mbylljen e shoqërive tregtare me kapital shtetëror në likuidim. Baza e religjore synon që këto shoqëri të mbyllen përfundimisht dhe asetet e tyre të kalojnë tek shoqëritë të vetme tregtare shtetërore. Në pronësinë dhe përgjegjësinë administruese të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit ndodhen aktualisht disa shoqëri tregtare me kapital shtetëror mbi 51%, të cilat ndodhen për një periudhë shumë vjeçare në proces likuidimi dhe nuk ushtrojnë më veprimtari ekonomike. Këto shoqëri vijojnë të ekzistojnë si subjekte juridike kryesisht për qëllimet e administrimit të aseteve dhe trajtimit të detyrimeve të mbartura ndër vite, ndërkohë që procesi i likuidimit nuk është përmbyllur ende. Janë njësër shoqëri shtetërore që kanë mbi 20 vite që janë në proces likuidimi, siç është rasti i Alb Bakër Shah që prej 2004 është miratuar prishja e shoqërisë dhe emërimi i likuiditorit të parë. E njëjtë është situata edhe për ndërmarrjet shtetërore Alb Krom, Alb Miniera, Prodhi Mobilje, Petrol Shah, Duhan Cigare, Superfosfat Kurbin dhe qendra e regjistrimit të aksioneve. Detyrimet e mbartura prej tyre janë kryesisht detyrime shumë të vjetra, të krijuara në periudha të hershme, ku një pjesë e konsiderueshme rezultojnë të parashkruara, të pajustifikuara ose të regjistruara gabimisht në kontabilitet, pa dokumentacion mbështetës ose ndaj subjekteve që nuk ekzistojnë më juridikisht. Në disa raste këto detyrime përbëjnë pjesë ndërmuese të borxhit të raportuar dhe nuk përfaqësojnë detyrime reale financiare. Por këto shoqëri, edhe pse kanë shumë detyrime dhe prej vitesh janë në likuidim, nga ana tjetër kanë shumë pasuri si portofol si troje, ndërtesa industriale, fabrika, depo, objekte teknike dhe galeri minerare të shpërndara në disa rrethe të vendit. Vlera kontabële e aseteve te i kalon ndjeshëm vlerën e detyrimeve reale të pagushme, duke krijuar potencial të mjaftueshëm për shtyerjen e këtyre detyrimeve, nëse aseteve do t'u jepej mundësia të administroheshin dhe të disponoheshin në mënyrë të unifikuar dhe efektive. Aksionari vetëm i shoqërisë do të jetë Ministria e Ekonomisë dhe efektet financiare të themelimit të shoqërisë dhe kapitalit fillestar do të mbulohen nga buxheti i shtetit. Kjo shoqëri e re që do të krijohet do të administrojë të gjitha pasuritë dhe asetet e transferuara dhe do të ketë drejt të shes ose të jap për privatizim sipas legjislacionit në fuqi me qëllim shlyerjen e kreditorëve. Kryeministri Albin Kurti nuk do të ketë asnjë problem për formimin e institucioneve të reja. Grupi parlamentar multietnik ka rikonfirmuar mbështetjen për lëvizjen vetëvendosje që do të ketë paktën 65 vota në kuvendin e ardhshëm. Grupi parlamentar multietnik ka rikonfirmuar mbështetjen për lëvizjen vetëvendosje dhe qeverinë Kurti 3. Në legjislaturën e 10, ky grup do të jetë në përbërje të 8 deputetëve, 2 nga komuniteti turk, 2 nga i bosnjak dhe nga 1 nga komunitetet egjiptian, ashkali dhe serb. Ergul Mazrek dhe Fatma Taçi nga KDTP, Emilia Rexhepi dhe Rasim Demiri nga NDS, Elber Krasniqi nga IRDK, Artan Aslani nga PSA, Nenad Rashić nga lista serbe dhe Erxhan Galushi nga LPRK do të renditen krah partisë më të madhe. Kryetari i IRDK-s, një herëzi ministër në detyrë, Elber Krasniqi, konfirmoi për aty CNN se votat e tyre do të jenë për Albin Kurtin. Tashmë përpos 57 deputetëve të saj, lëvizja vetëvendos si llogarit edhe 8 deputet të komuniteteve duke siguruar kështu të paktën 65 vota në mazhorancën e re pas zgjedhjeve të dhjetorit. Qeveria ashme është e qartë që tani më mund të themelohet shumë lehtë posa të bëhet certifikimi i zgjedhjeve, menjëherë mund të thirret kuvendi konstitutiv, edhe për sa i përket procedurave të kuvendit konstitutiv janë shumë vendimet gjykatës kushtetuese, ndoshta me përjashtim të zëvendës kryesuesit serb, të gjitha tjerat janë tani më të qartësuara që mund të kryhet shumë shpejt. Ndonse nuk pritet të ketë vështirësinë me formimin e kuvendit të qeverisë së re, me urgjencë pritet të miratohet edhe buxheti i këtij viti. Marrëveshje ndërkombëtare do të krijojnë 80 vota dhe ato pritet të sillen në seancë para çështjes së presidentit. Ka gatishmëri prej opozitës që të votohen marrëveshjet ndërkombëtare, të cilët e kanë dëmtu ka shumë Kosovën. Buxheti mund të kalohet me 61 vota prej partisë më të madhe. Partia më e madhe nuk ka nevojë për partner koalicioni përveç se me komunitetet jo serbe, është shumë e qartë. Çështja vjen te presidenti, e cila natyrisht vjen në agjendë në fund shkurtit. Në kuvendin e Kosovës janë 20 vende të rezervuara për komunitetet, përpos grupit që do të mbështesin Kurtin, 9 deputeti përkasin listës serbe, ndërsa janë dhe deputetja bosnjake Dude Balje, deputeti tjetër egjiptian Veton Berisha dhe ai i komunitetit Goran, Adem Hoxha.
Irani thyet nga kërcënimet amerikane, presidenti i qeverisë në Teheran konfirmoi urdhrin për nisjen e negociatave me Shtetet e Bashkuara për programin e tij bërthamor. Irani ul armët përballë fuqisë ushtarake amerikane. Presidenti Masud Pezeshkian ka urdhëruar nisjen e negociatave me Shtetet e Bashkuara brenda kuadrit të çështjes bërthamore. Kështu raporton agjencia iraniane e lajmeve Fars, duke cituar një burim qeveritar të paidentifikuar. Kjo media shton mëtej se bisedimet midis Iranit dhe SBA-ve megjithëse do të mbahen në Turqi në ditët në vijim. Ndërkohë, të njëjtën gjë raportoi edhe agjencia tjetër iraniane e lajmeve Tasnim, duke cituar një burim. Negociatat me gjaz do të zhvillohen mes ministrit të jashtëm iranian Sayed Abbas Arakçi dhe të dërguarit të posaçëm të presidentit të SBA Donald Trump, Steve Witkoff, raportoi kjo media. Zhvillimet vinë në një kohë kur tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit mbeten të larta, mes rritjes së aktivitetit ushtarak amerikan në lindjen e mesme. Administrata e Trump dislokoi një grup sulmues aeroplanmbajtësish dhe disa anije luftarake në lindjen e mesme në fund të janarit. Së fundmit, Trump tha se nëse Teherani dështon të arrijë një marrëveshje bërthamore me Washingtonin, do ta shohim nëse udhëheqësi supran i Iranit Ali Khamenei kishte të drejtë të paralajmëronte se një sulm amerikan mund të ndiste një luftë rajonale. Në një intervistë për CNN, Arakçi tha se një marrëveshje bërthamore e drejtë e ndershme dhe e barabartë me Shtetet e Bashkuara mbetet e arritshme në një afat të shkurtër, me kusht që Washingtoni të heqë dorën nga politika e tij e shtrëngimit. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë ditar. Ju kujtoj për zhvillimet më të fundit na ndiqni në faqen tonë zyrtare radio cnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu. Natë mirë.